në rastësi që jemi taku me Hashim Thaqin, me presidentën e Kosovës. Hera para të kam njoft, pseudonimin Gjarpni, ka qenë një çuniri atëherë, po e di mirë se ka pas një armë brezi. Unë dëgjova se është një shtab në Ljekovës, ka qenë edhe një fshat i vogël, Plozhin quhet, edhe spari i mora 2 bashkëfshatarë, shkum me çu ndihma, edhe me pa situatën si është. Shkum, pastaj i takum disa ushtarë, herën e dytë e mora vllaun, Bislimin, që tash është heroi i kombit, vlla i madh, një vlla erdhë nga Italia Rizahi, edhe 2 shokë të fshatit, Jusuf Lumën dhe Ugo Razivën, edhe shkum Ljekovës. I tregova që kam qenë para një jave, ka qenë në rastësi që jemi taku me Hashim Thaqin, me presidentën e Kosovës. Hera para të kam njoft, pseudonimin Gjarpni, ka qenë një çuniri atëherë, edhe nga ajo kohë kam fitu një simpati, sepse shumë i sinqert, shumë modest. Edhe kur se harroj një fjalë që në ka thonë, se na kur shkum pas një jave, na shkum me armë tona, për mu inkuadru direkt. Tha ne ndrenis kemi fillu, zdi deri ku do të shkojmë, pak ishte edhe një lloj me na mat pulsin sa jem, tha, mundi me shku atje ku jeni me punu, si keni stat, na tham kemi ardhur këto dhe nuk do të shkojmë atje. Atëherë pa vendosmërinë tonë, ta shkoni, edhe filloni, tha, propagandën për ushtrinë çlirimtare të Kosovës, domethënë pro ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Atëherë kemi shku, po tha, sepse në Blaca është një fshat i madh i komunës së Randës, po me një fshat aty si qendër duhull, non stop aty kanë qenë baza e policisë serbe, edhe nalt mbi fshat tonë Çavdulës është një kodër, aty kanë qenë baza e ushtrisë serbe jugoslave. Atëherë kemi dalë me maska të maskum në për fshatra, në rrethin fshatin tonë, me tregu se ka, po që kë, kemi pas simbolet, me rroba të zeza, me simbolet të QK-s, me armë, me një formë, mi jo hjek frikën popullatës që ushtria çlirimtare e Kosovës është edhe këtu. Në atë kohë, shumica kanë qenë pa uniformë, se s'ka pas uniforma. Thjesht, kush ka mujtë ndoj këmish zene, simbol të QK-s, edhe po e di mirë se ka pas një armë brezi, revolet, tjetër s'ka pas me një tavolinë aty, të shtabi, po një pritje shumë e sinqert, shumë mikpritje e mirë, nga aty të një dhe imi njoftë edhe gjatë luftës, non-stop. Në kanë dhënë një llogo të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, sepse njeriu në jetë ka njëherë nuk do të me qenë modest, po do të me tregu realitetin. Na jemi familje e madhe, atëherë ishëm 30 antarë, isha i martun, e kam shti gruan me nej qindis. Edhe ne kanë qindis, edhe i blejtëm disa bereta, që kanë qenë të zezat, kështu, nga një simbol, edhe simbol kraj ka qindisën, kurse maskat ne ka maru me mangë të xhamperav. I ka rregullu, domethënë i ka rregullu shoqja ime.